Kontrata $6 milion e Partisë Demokratike për heqjen e non-gratës Sali Berishës në SBA për deputetin demokrat Ferdinand Xhaferaj është nënshkruar në kushtet e mungesës së plotë të transparencës. Në një intervistë për ABC News, deputeti Xhaferaj hedh dyshime për burimet e parave. Xhaferaj tha se kjo kontratë është vetëm për interesat personale të Sali Berishës, njësoj siç ishte edhe kthimi i tij në krye të PD 3 vite më parë. Kishim një Berish që 3 vite më parë u kthye për hallin e PD apo për hallin personal. Nëse kjo kontratë që ka efekte 2 vjeçare, nëse do të ishte deri në maj, që tregon se ky është halli i PD zgjedhjet e majit, do të ishte një kontratë e bërë në interes të PD. Kontrata e bërë me efekt 2 vjeçar tregon se është bërë për të zgjidhur hallin personal të Sali Berishës. VOA. Xhaferaj është i bindur se në 11 maj, demokratët do të japin një mesazh të qartë Berishës, duke refuzuar të dalin në votime, si e vetmja mënyrë sipas tij për të ripërtërir Partinë Demokratike. Duhet të kalosh oqeanin që të gjesh një të dytë si Berisha. Kemi Fidel Castro në Kubë, që qëndroi për dekada e dekada në krye, dhe i dyti që vjen në Europë. Duhet të kalosh oqeane e dete është Sali Berisha, mjaft është mjaft. Duke qenë se u kthye me imponim për hallet e tij dhe demokratët nga veriu në jug kanë marrë mesazhin, është për të ardhur keq, por në 11 maj, demokratët do të qëndrojnë në shtëpi, si e vetmja mënyrë që pas 11 maj të hapet mundësia që e djathta të bëhet mbi themelet e veta të shëndosha, si e vetmja mundësi që siguron rotacionin politik, tha Xhaferaj.